është dhe si paraqitet situata e të drejtave dhe aksesit në administratën shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut? Kujtoj që kjo ka qenë një problematike e kahershme. Po, situata është ashtu sikur se ka qenë para se të hyjë vlen në qeveri, në shumë aspekte kemi arritur ta përmirësojmë, po mundohemi që të shqiptarëve që japim një përfaqësim shumë më të mirë se që e kam pas më herët, dhe këtë po e bëjmë me vepra konkrete. Për shembull, sa për njoftimin e opinionit tuaj, tash së shpejti është hedhur për shembull kurthemeli i kampusit universitar të Nën Terezës. Domethënë është investimi më i madh në historinë e këtij shteti në arsimin e lartë shqiptar. Janë intensifikuar punimet në ndërtimin e korridorit 8. Po punojmë për ta përshpejtuar ndërtimin e rrugës Shkup-Bllaz që do t'i lidhte shqiptarët e Maqedonisë me shqiptarët e Kosovës. Në mënyrë të vazhdueshme po i përmirësojmë punët edhe po punojmë që të krijojmë lidhje edhe me Shqipërinë edhe me Kosovën në aspekt të ruajtjes së përfaqësimit. Edhe më tutje kemi ruajtur një prej pozitave më të larta shtetërore se që është kryetari i parlamentit. Edhe më herët ka qenë, tash edhe në këtë qeveri sekretari i parlamentit është shqiptar. Ta përkujtoj opinionin se në këtë qeverisje BDI ka qenë e gatshme të hyjë në qeveri pa krye parlamentar, me të vetmin kusht që ato të jenë përfaqësues në qeveri, gjë e cila nuk është lejuar, dhe ne e kemi ruajtur edhe përfaqësimin, janë bërë diku mbi 2000 punësime të shqiptarëve në administratën shtetërore, dhe në mënyrë të përditshme po mundohemi që ta japim kontributin ton që shqiptarët të kenë një përfaqësim sa më të mirë. Domethënë gjithë kjo flush që po ngritet, thjesht është një propagandë dashakeqe e opozitës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që fatkeqësisht po gjen një përkraje çuditërisht dhe fatkeqësisht po gjen një përkraje në disa prej mediumeve edhe në Shqipëri po edhe në Kosovë, mirë po as pak nuk paraqet realitetin i cili gjendet këtu tek ne. Shqiptarët janë shumë mirë të përfaqësuar dhe në mënyrë të përditshme po mundohemi që të realizojmë interesat e tyre. Edhe një kuriozitet, nëse më lejoni, zoti Sulejmani, e di që nuk është politikisht shumë korrekte ajo që do ju pyes, po marrëdhëniet mes jush si përfaqësues shqiptarëve aty në mazhorancë dhe mazhorancës socialiste në Tiranë, si janë pas këtij komenti? Ndikoheni mjaftueshëm apo do të kaloni flas në përditshmërinë e veprimtarisë? Unë mendoj që ky incident e kisha quajtur është i tejkalueshëm. Ne padyshim që pretendojmë dhe punojmë që të kemi marrëdhënie të shkëlqyera me Tiranën zyrtare. Shpresojmë në të njëjtën gjë edhe nga ana e kundërt, sepse vetëm bashkëpunimi i tillë mund të na sjellë dobi edhe neve si shqiptar të Maqedonisë së Veriut, po edhe kombit shqiptar në përgjithësi. Kështu që ne jemi për ta vazhduar edhe për ta thelluar bashkëpunimin, çdo ditë punojmë për diçka të tillë dhe shpresojmë që në të ardhmen të ndodhe njëjta edhe prej anës së kundërt. Ja e kuptoj. Kolegja ime Greta do të vinë në Shkup për turizëm, ka gjëra interesante besoj për të parë nga bizneset shqiptare, atraksione shqiptare aty? Patjetër se ka, kemi shumë gjëra interesante, kemi Qarshin se një prej atraksioneve kryesore, po jo vetëm. Kemi muzeun e alfabetit në Manastir, në qytetin e Tetovës ka shumë gjëra të parë, kështu që padyshim që e mirëpresim. Ne do të vijmë me shumë dëshirë. Shumë faleminderit zoti Sulejmani. Sulejmani, ju përshëndesim. Faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe juve, çdo të mirë. Përshëndesim Driton Sulejmani, zëdhënësin e grupimit Vlen, zëvendës ministër i arsimit dhe i shkencës. Po t'ishte këtu do punonte me kumbaron, imagjino çfarë të merri. Të merresh me. Po shpëtoi. Shumë për të vlerësuar, fryma pozitive në fakt. Sigurisht, mbi të gjitha i fali edhe pse kishin shprehje të mëshme. Asnjë publik apo